Viti 2023 ka nisur me një nga skandalet më tronditse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Skandal në të cilin ka edhe një cop Shqipëri. Charles McGonigal u bë një nga zyrtarët e lartë të FBI-s që u vendos nën akuzë pasi hetuesit zbuluan se kishte përfituar shumë të mëdha parash nga një oligark rus dhe nga një biznesmen shqiptar. Gjithashtu McGonigal kishte përfituar udhëtime falës në disa vende të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Shpenzime këto të mbuluara nga njëjti biznesmen shqiptar, Agron Neza. Në takimet e shpeshta në Shqipëri, agenti i FBI-t u mësua të kishte zhvilluar disa takime me zotin Rama. Takimet organizuara nga Dorian Duçka, i konsideruar si një lloj eminence gri e kryeministrit. Krahas agentit tashmë të arrestuar, janë 4 emra njerëzish të cilët janë të lidhur me këtë. Oligarku rus Oleg Deripaska, biznesmeni Agron Neza, Dorian Duçka, si dhe në majtë të piramidës, kryeministri Edi Rama. Flasim për Dorian Duçkën që ishte këshilltari për pagesë dhe Agron Nezën që i lidhte bashkë Duçkën, Nezën dhe Rama. Qofse do të ketë vullnet edhe në Shqipëri mund të hetohet ai, bashkë me ta sekserët e vet, të cilët çuditërisht ishin njerëz të afërt Edi Ramës. Kryeministri i Shqipërisë ka shfrytzuar një ish agent të korruptuar të FBI-s për të hetuar kundërshtarët e vet politik. Qofse ne do të bëjmë një hetim për implikimet, mendoj që mund të përfshihen shumë më tepër se sa kaq. Nga akuza që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ta mendosh në mënyrë të arsyeshme që zyra e kryeministrit, këshilltar të tij, biznesmen, njerëz të tjerë kanë shkelur ligjet shqiptare në marrëdhënien e tyre me McGonigal. Dhe këto duhen hetuar. Lidhjet deri në fyt, siç thosh Washington Posti, Edi Ramës me McGonigal kanë çuar në tentativën për eliminim politik të opozitës shqiptare. Nga pikpamja e standardit politik është një gjë skandaloze kur kryeministri i një vendi shfrytëzon një njerëz të korruptuar për të luftuar kundërshtarët e vet politik, dhe aq më keq kur mënyra se si bën këtë gjë është duke përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë histori e cila në SBA zuri faqet e para të gazetave më prestigjioze, ka edhe një anë tjetër të errët, e cila ndërlikon edhe më shumë situatën e shqiptarëve të përfshirë në të. Bëhet fjalë për $225,000 të dhëna McGonigalit, që meldohet të jenë para që kanë dalë nga Shqipëria, dhe me shumë gjasa jo të vetme. Po tetohet kjo është e vërtetueshme, ka marrë para në metoda të palishme në Shqipëri, shumë para, shumë të mëdha para, flasim për miliona euro. Gjithë kafet e Tiranës tregojnë si Barceleta se si ai takonte njerëz dhe u kërkonte para. Një shifër për 225.000 euro që përmendet aty fillimisht në padin zyrtare ndaj McGonigal, duket qesharake kur kemi parasysh që vetëm në tubin e aspiratorit të pastrusës së shefes kabinetit Ahmetaj u gjetën rreth 500.000 euro. Afera McGonigal tregon një sistem të tërë të kalbur, i cili e ndërton gjithçka mbi bazën e korrupsionit. Por kjo është vetëm maja e icebergut të një raporti korruptiv, sipas akt akuzës, mes qeverisë dhe agentit tashmë të arrestuar. Një raport i cili ka lënë gjithandej shenja, vit pas viti. Por le të kthehemi pas në kohë. Është viti 2017 dhe sipas dokumentave të FBI, McGonigal ka kërkuar te kryeministri Rama që licencat e shfrytëzimit të puseve të naftës, Gorishtit, Koçulit dhe Cakran Mollaj të mos jepeshin te kompania ruse. Në shtator kryeministri Edi Rama takohet me McGonigal. Në një nga këto takime, i pranishëm ishte edhe Agron Neza. McGonigal kërkon të mos jepet licenca për fushat e naftës kompanive ruse. Kompania ishte Urimex. Kjo kompani ishte lidhur me pronar rus. Papritur, ndërpritën negociatat dhe hapet një tender nga Alpetrol. Nga 9 kompani që morën pjesë në këtë tender, e fiton kompania Transoil Group në pronësi të shefqet Dizdarit me 31.4% të aksioneve. Dhe çfarë ndodh më pas, do thoni ju? Shefqet Dizdari një vit më pas hap një kompani me McGonigal, Agron Nezan dhe Mark Rosinin. E thon fare shkurt dhe qartë. McGonigali do rritë tek Rama. Më falni. Ja, Ramës që t'ja heqi licencën ruse dhe t'ja japi biznesmenit të hidrokarbureve Shefqet Dizdari, i cili pas një viti bën aksioner në një tjetër kompani, McGonigalin, Nezën edhe Rosinin. Pikërisht Mark Rosinin, ish agenti FBI-t i vënë në akuzë në vitin 2007 për përdorimin e të dhënave të FBI-t në favor të ish të dashurës së tij, një person i njohur në Shqipëri edhe për akuzat e opozitës, duke përfshirë intensivisht të përplasje politike në vend në favor të majorancës qeverisëse. A është rastësi që ky ish agent i FBI-t me lidhje të dyshimta në vendin tonë rastësisht të bëhet aksioner në një kompani investigimi, e cila kishte si themelues Dizdarin, përfituesin e drejt për drejt të hidrokarbureve, të cilën e kishte bekuar dhe vetë McGonigali,
me firmën e Ramës. Ne nuk mund ta vëmë gishtin se Edi Rama ka korruptuar me Gonigal përmes dhënies së puseve të naftës, por kjo është ajo lidhja që na del nga mbledhja e fakteve. Për sa kohë ka patur 9 kompani që kanë marrë pjesë në garë ose ti ke qenë në negociata me një kompani, pa pritur i gris letrat dhe hap tender, pse s'hapet tender që më parë? Edhe një kompanie e cila kishte detyrime të prapambetura kontraktuale ndaj Alpetrolit për të kthyer sasinë e naftës në natyrë. Pra këta i kishin mbetur naft borxh Alpetrolit. Dhe Alpetroli në vend që të shkojë të bllokojë llogarit, bllokojë prodhimin dhe të marrë atë që i takon, i thot nuk ka problemi, thot nase po t'jap edhe ca puse të tjera. Tani kush të kuptoj, mund të kuptoj dhe të nuk kuptoj çfarë të doj. Dhe këtu hyn në një tjetër histori. Atë të lojës së lobimeve okulte, të cilën do të cekim pak më vonë. Tani le të sqarojmë. Çfarë është një lobim dhe si funksionon? Që në fillimet e institucionalizimit të pushtetit në shoqërinë njerëzore, provincat për herë kanë tentuar për të amplifikuar pushtetin e tyre, duke patur kontakte dhe komunikimi me pushtetin qendror. Lobimi në fakt është shumë i thjeshtë. Nëse e marrim një shqiptar që vjen nga fshati në Tiranë dhe në Tiranë nuk njeh askënd, atëherë do që të takoj dikë. Është dikush që ka punuar tazem te bashkia apo te një ministri dhe i mundson një takim. Dhe zyrtari i dëgjon problemin që ka ky qytetar që vjen nga një vend që nuk njeh askënd në Tiranë. Dhe për këtë, zyrtari që mundson këtë takim bën një punë dhe merr pagesën. Pse më ky që ka lobimi? Po ne kemi lobuar ndër vite me radhë. Lobojmë tek krye e spitalit, lobojmë ke polici që mos ta marrë patentën, lobojmë ke mësuesja që dalin mirë me mësimet. Po ky që ka lobimi. Dhe siç ndodh gjithmonë, sidomos pas luftës së dytë botërore, qendra e botës janë Shtetet e Bashkuara. Në ditët e sotme, nëse mund të përdor një metaforë krahasueshme, qendra e Babilonit sot sigurisht është Washington DC. Që normalizoi lobimet me një ligj të veçantë në vitet 30 të shekullit kaluar. Problematikat e para të lobimit kanë ndodhur kur Europa mbizotrohej nga fashizmi dhe nazizmi. Aso kohë individ caktuar po dhe partitë politike tentonin që të amplifikonin propagandën e tyre dhe në Washington DC. Kjo krijoi një problematikë shumë të madhe në qendrën e pushtetit. Kështu që me një vendim në vitin 1936 presidenti Roosevelt i kohës kaloi një ligj që shkurtimisht quhet FARA. FARA është regjistrimi i agjentëve të huaj që punojnë për agjenci të huaja për individ apo kompani të ndryshme. FARA Act detyron publikimin për opinionin publik amerikan, kontratave të lobimit, arsyet e regjistrimit dhe sigurisht edhe të dhënat financiare. Me ardhjen e pluralizmit, kjo formë e re dhe pa njohur që të çonte në kontakte direkte me institucione dhe individ të rëndësishëm, hyri edhe në Shqipëri. Vit pas viti, partitë politike, por edhe qeveria, njëlloj siç ndodh në të gjitha vendet me demokraci funksionale, e shtuan intensitetin e marrëveshjeve të lobimit me agjenci dhe individ të ndryshëm, kryesisht nga SBA-ja. Partitë politike shqiptare lidhi kontratë me një person në Amerikë i cili quhet lobus dhe regjistrohet në Amerikë si lobues. Dhe ky person ndërmjetëson takimet midis palës shqiptare dhe politikanëve amerikanë. Këto takime mund të jenë takime, çfarë lloj takime? Mund të jenë takime kortezie, zakonisht to janë vetëm për të marrë një fotografi. Bën një fotografi me një kongresmen, me një senator, me një antar të kongresit, me një politikan amerikan, trëngon dorën se ta ka mundsuar të takim lobisti që cilën ke paguar dhe ti thua popullit shqiptar që mua mbështet Amerika, un kam marrëdhënie të mira me qeverinë amerikane, mua më do Amerika. Pra më tepër shërben si propagandë, ti ke një qendrim caktuar, paguan lobist që të kontaktojnë me qeverinë amerikane për ndikuar qeverinë amerikane për një vendim që merr. Janë më tepër në kuadrin e përdorimit të këtyre takimeve që zhvillohen dhe fotografive që bën me këta politikanë amerikanë për të sugjestionuar publikun shqiptar. Po të shikosh të shumica atyre takimeve që ndodhin midis politikanëve shqiptar dhe politikanëve amerikanë janë bosh, pa përmbajtje. Referuar ligjit strikt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, praktikat e lobimit mbulohen nga fondet partijake apo raste të veçanta nga buxheti i shtetit dhe deklarohen në Departamentin Amerikan të Drejtësisë. Kontrata do të bërë publike. Çdo gjë që del jashtë konturit të FARA Aktit është e jashtëligjshme. Marrëdhënia financiare midis atyre që i marrin lobistët me kontratë dhe lobistëve në kuptim financiar duhet të jetë transparente, duhet deklarohet. Dhe në fakt, duke respektuar rregullat e lojës, lobimet në kampin e mazhorancës funksionuan më së miri deri në vitin 2017, deri kur Befas u ndërprer. Qeveria shqiptare dhe Partia Socialiste që prej vitit 2017 nuk kanë asnjë lloj pagese të deklaruar nga kompani lobimi në SBA dhe natyrshëm lind pyetja. Çfarë ka bërë Shqipëria, qeveria shqiptare, deputetët e Partisë Socialiste apo dhe ministrat përmes kujt kanë mundsuar takimet me zyrtar të nivelit të lartë amerikan, qoftë edhe të mundsojnë edhe fotografi me presidentët amerikan pa paguar asnjë kompani lobimi. Pavarësisht kësaj ndërprerje të lobimeve të deklaruara, raportet e eksponentëve të Partisë Socialiste dhe ministrave të saj me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës vijuan të jenë konstante. Takime, foto, video me kongresmenë dhe drejtues të Departamentit të Shtetit e deri në foto familjare të kryeministrit me presidentin amerikan. Gjithçka me një kosto të panjohur financiare. Nga burimet okulte. Njësoj si veproi kryeministri, që kërkoi hetimin për Nikmuzin se ku i ka gjetur Partia Demokratike parat për të paguar për këto lobim, për foton me ish-presidentin amerikan ato vite Donald Trump, njësoj dhe ne me të njëjtën logjik mund të ngrem pyetjen ku po i gjen parat kryeministri qeveria e Shqipërisë të loboj duke takuar underground zyrtar të lartë të FBI. A jemi në një situatë ku nga lobimet e lishme, majoranca qeverisëse ka kaluar në nivel tjetër? Atë të dhënies favoreve për lobues të padeklaruar të tipit Megoni Gëli, të cilët sigurojnë takime dhe foto në Washington në këmbim të parave, kesh apo tenderave të biznesmenëve të lidhur me ta? Dhe dyshimet në fakt nuk mungojnë. E tillë më duket kontrata për anijet e naftës me Accelerate Operation LLC. Kemi buxhetuar shumë të konsiderueshme mijëra euro edhe për projektin e shkollës së Harvardit. Kemi konsulenca ligjore që paguajmë për studio ligjore e Sherry Blair, që është bashkëshortja e ish-kryeministrit britanik Tony Blair, për një kontratë konsulence ku Shqipëria do të shkonte në arbitrazh për çështjen e skanimit, koncesionit të skanimit të kontenierëve në dogana, dhe ne në fakt nuk shkojmë fare në arbitrazh, e zgjidhim me konsensus dhe parat u paguan si për arbitrazh ndaj kësaj zyre konsulente. Atëherë ku është interesi? Nuk dim ne të bëjmë ekonomi, nuk dim ne të bëjmë matematik, janë kaq të dobta dhe të pafta institucionet shqiptare, apo ka prapaskena lobime? A duhen hetuar këto afera të cilat nuk janë thjesht në nivel dyshimesh, por të bazuara në fakte konkrete? Kësaj pyetje më mirë se kushdo duhet t'i japi përgjigje organet ligjzbatuese. Ndërkohë që lobimet e mazhorancës qeverisëse në SBA vazhdojnë. Po sa ka ndikim? Sa kanë përfituar politikisht liderët e partive shqiptare nga takimet e nivelit të lartë? Historia tregon se rastet janë të ndryshme. Dikush i ka fituar zgjedhjet pasi takimit të lobuar. Foto e Ramës me Obamën ishte 7 muaj para zgjedhjeve, u shfaq si gruaja e Bilalit, vetëm që të bënë një foto me Obamën dhe këtë ta përdorin në Shqipëri si një mbështetje nga presidenti i Amerikës. E dikush i ka humbur. Ti ke rastin e zotit Basha me presidentin Trump, nxori një fotografi, ai takimi ishte lobuar, i mundësuar nga lobist, nuk ishte as takim, ishte një fotografi. E nxori fotografinë, pretendoi që kishin folur gjëra gjatë, po s'pati as ndikim në votuesit shqiptar. Sepse jo gjithmonë lobimet e lishme ose jo janë zgjidhje e problemeve të politikës, e cila në Shqipëri ka gjetur të tjera metoda efikase për të mbajtur pushtetin ose për të ardhur në pushtet. Lidhjet me krimin, shantazhi me vendin e punës dhe mbi të gjitha blerja e votës. Një fenomen gjithë një prezent në çdo palëzgjedhje në këtë vend. Dhe për këtë duhen shumë para cash. Para që lëvizin me shumicë në zyrat e partive. Problemi kryesor në Shqipëri është financimi i partive politike. Ne sot nuk po mundemi dot që financimet që bën parti politike të bëhen në mënyrë transparente. Sot parat vënë në parti politike me thas në shumës ose disa thas, në mënyrë skandaloze. Merren si metaforë, por kam përshtypjen se nuk është metaforë, është realitet. Në Shqipëri pra ikin shumë para çdo ditë. Problemi është që paraja e zezë është gjithmonë një para që dëmton ekonominë. Ndërkohë që skandali me Koni Gëlit, përveç se na la një shije shumë të hidhur, na dha edhe një tjetër mësim. Ajo që bëri skandali Mechanical është që besimi i shqiptarëve tek një palë tretë, që është simboli i demokracisë dhe i funksionimit të shtetit, u shkatrua. Ai pikë reference që kishin shqiptarët, por nuk besojnë asnjë nga palët tu, dhe referohen asaj palë tretë që është perëndimi dhe që lideri i perëndimit është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U shkatrua pikë referencës. Këtë bëri skandali Mechanical në Shqipëri. Këtë bëri Edi Rama nëpërmjet Mechanical. Shkatroi besimin e shqiptarëve edhe në një pikë të vetme që kishte mbetur, dhe aty ku ishte mbetur. Tani ata mendojnë që çdo gjë që vjen nga Shtetet e Bashkuara mund të jetë bler, mund të jetë lobuar, mund të jetë korruptuar. Sepse jo çdo gjë që shkëlqen është arë.